Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi. Do të flasim sot në takimin e radhës çdo të thot hijab. Është një term mjaft i diskutuar, por se shpesh është bërë dhe pjesë e polemikave të ndryshme, keqkuptimeve të ndryshme dhe abuzimeve të ndryshme. Cili është kuptimi i këtij termi, cilat janë dispozitat islame mbi hijabin dhe si trajtohet ai në fenë islame. Do të kemi shpjegimet e Hoxhës nderuar Ahmet Kalaja të sot. Hoxh, mirë se erdhët. Së gjithë. Hoxh, hijab në të pavetëdijshme nënkupton një veshje, një mbyllje të femrës. Nga buron kjo fjalë? Ngatrohet shumë shpesh edhe me feregje. Feregjeja muslimane ose femrat me feregje. Ka një dallim mes këtyre të dyave? Po, ka dallim normalisht, sepse feregjeja është ajo që vendoset në fytyrë, perçe që i thon, është feregjeja, ndërsa mbulesa e femrës është hijabi. Hijabi i femrës muslimane quhet hijab, pra vjen nga fjala le ta komentojmë edhe në gjuhë, se çdo thot hijab nuk kupton pengesë ose perde, pra diçka që pengon diçka tjetër, quhet hijab. Siç e thot për shembull Zoti në Kur'an, shpesh herë Allahu në Kur'an përdor fjalën hijab në kuptimin e perdes, në kuptimin e diçkaje që pengon diçka tjetër. Kështu që në kuptimin gjuhësor nuk kupton pengesën, në kuptimin pastaj le të themi fetar nuk kupton mbulesën e femrës muslimane, që nuk kupton mbulesën e femrës muslimane kur del jashtë nga shtëpia e saj, ose nëse në prezencë të saj ka dhe meshkuj të huaj, se përndryshe femra nuk e ka për obligim të mbulohet nëse është në një ambient të mbrojtur dhe në një ambient të ruajtur. Ajo obligohet që të vendosi shamin dhe të veshë hijabin, pra si më thënë mbulesa e femrës muslimane ka dy pjesë, ka pjesën e mantos apo e pardesys apo pjesës së poshtme dhe ka pjesën e shamis që vjen nga lart dhe që derdhet mbi gjoks. Pra janë dy pjesë përbërëse të hijabit. Tani familje po flasim për normat e veshjes, nuk po flasim për diçka kështu të jashtëzakonshme, diçka të rrallë, po flasim për etikën e veshjes së një femre muslimane, e cila në vetë është dhe pjesë e fesë dhe adhurimit. Absolutisht, domethënë, por nuk ka pse ka alergji sa herë përmendet fjala hijab. Sepse hijab nuk do të thotë mbyllje e femrës, nuk do të thotë mos arsimimi i femrës, nuk do të thotë mungesë kulture, përkundrazi ne kemi sot në botë mbartëse të çmimit Nobel me hijab. Femra që japin mësim në universitetet më të shquara botërore që janë me hijab. Dhe kjo nuk përbën asnjë lloj problemi për institucionet ku këto femra domethënë aderojnë, sepse njeriu matet me kulturën e tij, matet me kontributin e tij që jep për shoqërinë, për familjen, për vetveten, dhe nuk matet njeriu me 2 metra rroba që vesh apo mënyrën se si e vesh ai rrobën. Kështu që hijabi është një etikë islame për femrën, ashtu siç ka dhe etikë për mashkullin. Edhe mashkulli nuk mund të shfaqë çdo pjesë të trupit, por se ka një minimum që nuk i lejohet që ta shfaqë, po kështu edhe femrat. Normalisht, domethënë, Zoti i Madh deshi nëpërmjet kësaj dy gjëra. E para, ta vej femrën në provë, pasi çdo gjë që ekziston sot, sidomos në shekullin 21 që ne jetojmë, çdo gjë e fton femrën për të zhveshur, çdo gjë e fton femrën për të dukur me të gjitha pjesët e saj. Ndryshe nga çka qenë historikisht raportet njerëzore. Absolutisht, edhe në traditën tonë nuk ka qenë një gjë e tillë, dihet, nuk po flasim. Po femra në këtë rast është në sprovë, pra është e sprovuar. A do të bëj atë që thot Zoti, apo do të bëj atë që ja kërkon shoqëria dhe kërkon koha dhe modernizmi. Është e para gjë. E dyta gjë është një urdhër prej Zotit, pra një detyrë. Zoti Madh ka urdhëruar këtë gjë. Ne normalisht mund zbulojmë me dhjetra urtësi, sepse i Madhi Zot e bëri këtë gjë për femrën, dhe pse ja bëri Zoti obligim femrës një gjë të tillë. Mund zbulojmë me dhjetra urtësi, po them. Pra mund zbulojmë dobi për femrën, për shoqërinë, për familjen. Absolutisht, sepse sferat e jetës. Nga synimet kryesore të sheriatit, pra të fesë është ruajtja e pemës gjenealogjike të pastër. Dhe një nga arsyet që prishet pema gjenealogjike është zinaja e moraliteti. Pra Zoti i Madh, për këtë arsye i urdhëroi njerëzit që të ulin shikimet, për këtë arsye na urdhëroi neve që të jemi të kujdesshëm, për këtë arsye na urdhëroi që mos veçohemi me një femër, për këtë arsye na ndaloi që takohemi tek për tek me një femër, etj. Shumë arsye në mënyrë që mos shkoj puna tek moralitetin dhe më pas mos shkoj puna në prishjen e pemës gjenealogjike. Pra ruajtja e pastër e gjenealogjisë njeriu është një prej le të themi synimeve dhe qëllimeve që ka feja për njeriu. Për këtë arsye dhe domethënë ka vënë disa kufizime. Po edhe sikur mos kishte urtësi, edhe sikur ne domethënë mos arrinim të zbulonim se cilat janë filozofitë e hijabit, themi shkurt,
Hijabi është një obligim që Zoti e ka bërë femrës muslimane, siç i ka bërë obligim Zoti namazit, siç i ka bërë obligim agjërimit, siç i ka bërë obligim edhe adhurimet të tjera, apo siç ndalohet femra nga gjëra të tjera, ndalohet edhe nga kjo gjë. Pra nuk është tregues se je besimtare apo jo, por është tregues i besimit fort. S'ka dyshim, sa më shumë ti je zbatues i urdhëresave, sa më larg ti je ndalesave, aq më besim të fortë ke. Por nuk është tregues se femra është besimtare apo jo, sepse mund të jetë një femër muslimane e cila është pa hijab. Ndërkohë, le të flasim pak për historikun e kësaj veshje. Ka një moment ku ose kjo norm është bërë obligim, është urdhëruar, apo ka qenë diçka, po themi, e natyrshme dhe e përhapur që më pas është bërë pjesë e etikës së veshjes? Mbulesa e femrës është traditë pejgamberike, pra traditë profetike, pra nuk është diçka që ka ndodhur në historinë e Islamit vetëm. Kul ma kuntu bid'a mina rusul, unë kam sjellë diçka të re nga ajo që kanë sjellë profetët. Pra janë disa principe të përgjithshme, janë disa norma bazike që nuk është se ka dallim mes pejgamberëve të Zotit. Edhe çështja e femrës, kujdesi për femrën, respekti ndaj femrës, ruajtja dhe mbrojtja e femrës nga çdo lloj gjëje që mund ta dëmtojë atë, është princip bazik me të cilin kanë ardhur të gjithë profetët e Zotit. Pra nuk është njërisi islame. Për këtë arsye dhe është më së normale që në të gjitha situatat, në të gjitha rrethanat, në të gjithë profetët e Zotit, qysh nga koha e Ademit alayhis salam deri më sot, kemi të bëjmë me një hijab, me një lloj mbulese për femrën, pavarësisht se mund të kenë ndryshuar disa, le të themi, disa rregulla, por në përgjithësi rregulli ka qenë i njëjtë. Për këtë arsye, domethënë, po të lexosh për shembull në Kur'an apo në hadithet e profetit alayhis salam, kur paraqiten gratë e hershme, paraqiten të gjitha me hijab. Ndërsa kur flasim për Islamin, në Mekë nuk ka qenë e detyruar mbulesa islame për femrën, pra hijabi nuk ka qenë i obliguar, pasi në Mekë ishte këtë situatë tjetër, rrethanat ishin të tjera, njerëzit paftoheshin në besim dhe në Islam, dhe ne duhet përfitojmë nga kjo lloj situate me jetën tonë islame shoqërore këtu në Shqipëri. Pra, edhe ne kur të flasim njerëzve për fenë dhe për besimin, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, madje edhe motrave besimtare kur të flasim për hijabin, duhet ta marrim situatën gradualisht, sepse mund të jetë në fillesat e Islamit, mund të jetë në fillim besimit dhe i flitet për hijabin, gjë që mund ta marrim me emocion, mund ta marrim me pasion, mund shkaktoj konflikte dhe problematika, ndërkohë që mund ta marrë dhe gradualisht. Për këtë arsye, domethënë, sa ishin në Mekë nuk bëhej fjalë që të flitej për hijabin, dhe me të ardhur në Medinë, pastaj normalisht që me kalimin e kohës zbet urdhri kuranor ku i Madhi Zot thotë: "O ti profet, thuaji vajzave të tua, bijave të tua, grave të tua, pra nënave të besimtarëve dhe besimtareve", pra e nisi me bijat e profetit, me gratë e profetit. Dhe këtu është, domethënë, ajo, domethënë, nuk është se hijabi tregon se kush jam unë. Jo, është e vërtet, po ti nuk mund të jesh më e mirë se sa Fatimia. Po një farë treguesi është gjithsesi. Ti nuk mund të jesh më e mirë se sa Aisha, apo se sa Zejnebia, apo se sa Ummu Kulthumi etj. Prej nënave të besimtarëve. Kështu që sado që Safia etj. Pra sado që femra, domethënë, tjetë nuk mund të krahasohet. Pra Zoti i Madh, femrat më të mira që ekzistojnë në ummetin ton, Fatimia radhiyallahu ta'ala anha, Aisha e tjerë. Zoti ju tha që duhet mbulohen, mbaroi historia. Pra edhe Zoti sa bukur e tha: "Thuaj bijave të tua, grave të tua dhe grave të besimtarëve", pra femrave besimtare, që të derdhin shamijat mbi pardesyn apo mbi manton e tyre, dhe qysh nga ajo kohë bile tregohet në histori se disa nga femrat nuk ishin përgatitura për këtë ajet kuranor, kur zbriti ky ajet kuranor, thuhet në hadith, grisën çarçafet dhe perdet dhe i vendosën dhe dolën në rrugë, pra me kuptimin e çuan në vend urdhrin e Zotit në moment. Normalisht kjo mori kohën e vet, pra nuk ishte në fillimet e Islamit, bëhet fjalë në Medinë, bëhet fjalë afërsisht 18 vite mbas zbritjes së Islamit për herë të parë. Pra çdo gjë ka ecur gradualisht dhe normalisht njerëzit kishin shumë të lehtë. T'ju thuash e lini alkoolin e linin, mbuloshin, mos lozni bixhoz, ta linin bixhozin, sepse imani tashmë ishte përgatitur, siç thotë nëna e besimtarëve. Në fillimet e Kuranit zbritën ajetet që flasin për njëshmërinë e Zotit dhe botën tjetër, dhe kur njerëzit këtë e përthithën mirë, atëherë erdhën ajetet të tjera ku Zoti obligonte njerëzit për
obligime të tjera të ndryshme. Ndërkohë hijabi çfarë përfshin, nëse po themi bëjmë një shpjegim të deri diku të hijabit, se çfarë mbulon hijabi? Tani hijabi faktikisht modelet e hijabit ndryshojnë sipas karakteristikave dhe zakoneve dhe traditave që kanë vendet, domethënë. Pra ka edhe elasticitetin për të përshtatur edhe me traditat e kulturës. Hijabi në Arabinë Saudite nuk është si në Turqi, siç ka qenë nuk është, si është në Afganistan nuk është në Amerikë apo në Francë. Mirë, po ka disa norma të përgjithshme që janë norma të hijabit të duhur dhe të vërtet. Pastaj mënyra se si qepet, mënyra se si përshtatet, mënyra se është komplet pastaj gjë që i takon. Ngjyrat, modelet, kombinimet pastaj janë. Nuk ka tolerancë në këtë pjesë, ka shumë tolerancë. Atëherë hijabi që quhet hijab, domethënë ai që kërkon feja prej femrës muslimane, duhet të jetë një hijab i cili së pari përmbën apo ka dy pjesët, ka pjesën e poshtme që vjen deri tek fyti, që quhet xhilbab, ose mantoja, pardesya, apo mund të jetë le të themi një fustan shumë i gjerë, nëse është i gjerë etj. Pastaj vjen pjesa lart që derdhet mbi të. Kemi kriter pastaj. Atë kjo ishte si përbërës, dy pjesë. Pastaj si kritere kemi duhet të jetë mbuluesi të gjithë trupit, përveç fytyrës edhe duarve, pasi nuk janë obligim. Duhet të jetë i gjerë në mënyrë që mos të dallohen pjesët e trupit femrës. Duhet të jetë jo i tejdukshëm, nuk po themi trash, sepse mos kuptojmë trashësinë, po nuk duhet të jetë i tejdukshëm, pra duhet të jetë diçka që nuk lejon shikimin të debërtojë. Duhet të jetë larg ngjashmërisë me rrobat e meshkujve. Pra nuk duhet të jetë në ngjashmëri me rrobat e meshkujve, pra duhet kuptohet që është rrobë femrash. Nuk lejohet që të jetë një rrobë që ngjason, le të themi, me grupime të ditura, që kjo lloj rrobe është karakteristikë e këtij grupimi, nuk lejohet gjithashtu. Nuk duhet të jetë i parfumosur. Nuk duhet të jetë me një ngjyrë apo me një lloj zbukurimi që tërheq vëmendjen e meshkujve. Pra këto, si më thonë, përmenden si 7 kritere që duhet plotësoj hijabi, pra duhet të jetë mbulues, duhet të jetë i gjerë, nuk duhet shfaqë pjesët e trupit, nuk duhet të jetë i tejdukshëm, nuk duhet të përngjasojë me rrobat e meshkujve, nuk duhet të jetë i zbukuruar në atë formë që tërheqë vëmendjen apo me ngjyra të tilla që e tërheqin vëmendjen, nuk duhet të jetë i ngjashëm me karakteristika të caktuar që nënkuptohet që është ky lloj grupimi apo kjo fe tjetër, po duhet të ketë atë si më thën veçorinë e vet dalluese me të cilën ai dallohet. Ndërkohë ju thatë se në historinë islame ky moment nuk ka ardhur në ditë të para. Dhe ndërkohë ne kemi shumë besimtare të cilat kryejnë ritet islame, mirë po nuk kanë hijab. Ndoshta në hapat e para, ndoshta në ditët e para. Si vlerësohet dhe si gjykohet një femër e tillë në islam? Si po themi, çfarë peshe ka namazi i saj, agjërimi i saj, adhurimet e saj? Pra, konsiderohet një besimtare e mangët, një besimtare që i vjen në pikpyetje adhurimet që bën, apo është një besimtare normale dhe zakonshme si gjithë tjerat? Një femër e cila nuk ka hijab, pra nuk është mbuluar, po falet, agjeron, ruhet nga haramet, mundohet që të jetë gjithmonë botë në halal, është një femër besimtare. Thjesht nuk ka bërë një detyrë ose një obligim. Pra nuk është gjithçka, ose nuk është tregues i domosdoshëm i një shkallë të besimit. Po nuk ka dyshim që vënia e hijabit është tregues i një besimi dhe një sprovë të madhe që kalon femra në një shoqëri, si kjo shoqëri post-komuniste dhe njëkohësisht postmoderniste, ose në kohën e modernizmit që njerëzit duan që si të shfaqen etj. Pra femra besimtare me hijab nuk ka dyshim që është një sprovë edhe në besim, edhe një tregues i besimit. Po kjo nuk është kjo nuk e ka domethënë që një femër që nuk ka hijab si pranohet namazi. S'është e vërtetë. Një femër që nuk ka hijab nuk i pranohet agjërimi. S'është e vërtetë. Një femër pa hijab kur e shohin njerëzit i prishet abdesin. S'është e vërtetë. Pra një femër pa hijab thjesht është një femër që nuk ka vendosur hijabin, pra nuk ka zbatuar një urdhër të Zotit. Ndërkohë që agjërimi është në vete, namazi është në vete, dhikri është në vete, leximi i Kuranit është në vete, përkushtimi në vepra të mira, në sadaka, në lëmosh, njohun femra të cilat janë të pambuluara, mirë po japin më shumë sa të japin disa meshkuj për shembull. Domethënë
Kjo tregon shkallë të lartë besimit. Thjesht ka mbetur tek kjo femër hijabi që mund të jetë për shkak të kaluarës, mund të jetë për shkak të rrethanave, mund të jetë për shkak të pozicionit që mund të ketë në shoqëri. Është e sprovuar në këtë pjesë, por kjo nuk do të thotë që ka probleme. Kjo nuk ka të bëjë me moralin e saj, pra sepse shpesh njerëzit mundohen të krijojnë një farë lidhje mes shamis dhe moralit, ose mungesës së shamis dhe mungesës së moralit në një farë. Nuk ka lidhje, domethënë mund të jetë një femër me shami dhe mund të ketë një femër me shami dhe mund të ketë probleme me moralin e saj. Dhe mund të jetë një tjetër pa shami e cila është shumë e pastër dhe e akullt, për sa i përket dhe e kristalt në moralin e saj, ashtu siç mund ndodhe dhe e kundërta. Pra nuk është kriteri. Pra shamia është shumë e rëndësishme, por nuk ka pse lidhet pastaj me elemente të tjera të jetës. Apo nuk ka pse lidhet me ndershmërinë. Ne themi një nga arsyet ose urtësitë që Zoti e solli ishte që të mbrohet femra. Për këtë arsye Allahu në Kur'an kur foli për hijabin tha fela yu'dhain, në mënyrë që mos të shqetësohen, mos të dëmtohen. Pra qëllimi po thot Zoti e kam për ty o femër, pra nuk ka për qëllim Zoti të izolojë femrën apo të mbylli femrën. Thjesht mos shqetësohet, mos të dëmtohet ajo. Pra mbulesa është një lloj mbrojtje për të, edhe nuk është një lloj, si më thënë, një lloj ndëshkimi për femrën. Për këtë arsye, domethënë, disa njerëz për shembull thonë ja për shembull është vap edhe femra mbulohet. Përkundrazi, hijabi i femrës muslimane në gjerësinë e tij të duhur, përkundrazi shkakton një lloj freskie brenda femrës, edhe një femër me hijab është shumë në gjendje të mirë se sa një femër tjetër e cila është e zbuluar. Po po thoni se është i ofron edhe komoditeti edhe vetë gjerësia e rrobës krijon një lloj shtrese ajri e cila jep atë si më thënë atë pjesën e kondensimit ose atë pjesën e pritjes që nuk është përkundrazi shumë më i dobishëm për femrën. Edhe po ti pyesësh femrat muslimane nuk kanë asnjëherë probleme për sa i përket vapës. Ndihmër jo, sepse ndihmon, po edhe në vap nuk kanë probleme. Ndërkohë të shumta kanë qenë, po themi, lëvizjet në kuadrin e mbrojtjes së drejtave të femrës, të emancipimit të femrës që e kanë parë hijabin, shamin si një lloj forme diskriminimi, duke ngritur argumentin se normë për veshje dhe obligim fetar është hijabi për femrën, mirë po nuk ka diçka të ngjashme për mashkullin, pra nuk është i njëjti kriter për të dy e gjinit. Unë përmendëm pak më lart, domethënë edhe mashkulli nuk mund dalë si dojë ai. Sepse domethënë edhe ai ka disa obligime, mirë po meshkujt në natyrën e tyre nuk është se dalin të çrregullt shumë. Le të themi për shembull vetëm se në verë për shembull që domethënë është baba etj. Po edhe mashkulli ka disa kritere që duhet të plotësojnë rrobat e tij. Ne e dim shumë mirë domethënë që një mashkull nuk mund dali domethënë i zhveshur komplet. Edhe ka një minimum për mashkullin që duhet patjetër ta mbulojë. Kështu që ideja, domethënë, për këtë arsye unë thashë në fillim fare, ne mund të mos gjejmë asnjë lloj urtësie apo filozofie në çështjen e mbulesës. Edhe pse nuk e gjejmë dot, mbetet urdhëresë e Zotit. Dhe Zoti që e ka sjellë këtë gjë është shumë më i urtë dhe shumë më i ditur se çfarë na bën dobi njerëzve, neve si njerëz. Janë shumë gjëra që dikush mund thotë jo, po pse kjo funksionon për mashkullin, por nuk funksionon për femrën, apo funksionon për femrën dhe nuk funksionon për mashkullin. Mirë, po ka funksionuar shumë mirë, ka ecur shumë mirë, mund të ekzistojnë kohra që dikush mund t'i duket e çuditshme apo mund ta refuzojë, po prap këto zëra do të mbyten. Ky diskutim nuk e regjistron historia njerëzore asnjëherë, as tek orientalistët e ndryshëm të cilët janë munduar ta dëmtojnë Islamin si argument nuk e kanë paraqitur sepse ka qenë shumë normal që një femër të dalë e veshur. Sot duke qenë se zhveshja është ekstreme, ka krijuar këtë lloj reaksioni. Absolutisht, domethënë, po kjo është një fazë për mendimin tim që do të kalojë, edhe bota do të ndërgjegjësohet që hallakatja e femrës dhe zhveshja e saj është dëmtim për shoqërinë botërore, nuk është problemi se po dëmton fenë apo besimin, po është një dëmtim, sepse ajo vlerësohet mbas të asaj që ofron prej trupit të saj, prej paraqitjes saj etj. Për këtë arsye, domethënë Islami këtë pjesë e ka ndaluar rreptësisht dhe i ka dhënë femrës vendin që ajo meriton, duke e mbuluar atë në mënyrë që mos të jetë vlerësimi për femrën për trupin e saj, për bukuritë e saj, po të jetë vlerësimi për femrën, për kulturën e saj, për edukatën e saj dhe për kontributin dhe emancipimin e vërtet që i jep shoqërisë.
në edukim, në jetën sociale, në jetën ekonomike, kështu me radhë. Pra Islami vlerëson atë që i jep dhe ofron femra për shoqërinë dhe jo atë që i jep femra me trupin e saj për njerëzit cilët, siç thot Zoti në Kur'an, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Pra për të joshur ata që janë të sëmurë në zemrat e tyre, sepse ka njerëz që nuk i bën përshtypje pse një femër është e zbuluar, dhe është normale. Por Zoti thotë që nuk është i gjithë shoqëria e tillë, nuk janë gjithë njerëzit kështu. Sepse nuk kalon një 4 minutësh sot në botë që po flasim bashkë që mos të përdhunohet një femër. Domethënë nuk është çështje e lehtë situata, ndërkohë që një femër e mbuluar shumë më pak e predispozuar që të ketë ngacmime, të ketë shqetësime, sepse vetë hijabi, vetë mbulesa e saj është një lloj pengese. Pastaj, siç e tha hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha, kur një femër del nga shtëpia e mbuluar, është e mbrojtur. Kur një femër del e zbuluar, istashrafaha shejtan, djajt dhe shejtan mblidhen rreth saj. Pra, ka dallim mes një rastit një femre e cila del e mbuluar dhe një femre e cila del e zbuluar. Pra duket hoxh sikur çështja hijab më tepër është kompleks e shoqërive të zhveshura sesa e shoqërive të veshura. Pra të ruajtura. Të ruajtur. Pra nuk kemi protesta apo shqetësime ose parehati nga ato që kanë vendosur hijabin, madje në shoqërinë shqiptare gjithnjë më tepër shohim më prezente këtë element që do të thotë që është një lloj komoditeti dhe jo një lloj imponimi, sepse ka akuza herë se imponohen, detyrohen ose paguhen. Po ne duhet bëjmë një shkputje të shkurtër që kësaj hapësire t'i lëm pak më tepër mundësi, sepse vërtet ka akuza her pas here se natyre. Normisht shkputemi dhe rikthehemi pas pak. Të nërmish, rikthehemi sërish në studio për flasim për hijabin, mbulesën islame, etikën e veshjes femrës muslimane. Ndërkohë kanë qenë her pas here hidhen teza sikur veçanërisht në shoqërinë tonë apo edhe në botën islame ka një imponim të kësaj veshje, hoxh dhe jo një, po themi, një zgjidhje me vullnet dhe një veshje të natyrshme. Nëse ndodh që dikush e vendos shamin me imponim, a ka vlerë në fe, a ka sevap tek Zoti, nëse ajo nuk e do shamin, por se prindrit apo themi vëllezërit ja imponojnë, apo nëse këtë e bën për shkak të pagesës që mund të marrë, nëse e marrim të mirë qenë këtë hipotezën absurde, apo për shkak të një vendi pune, apo për shkak të një interesi të caktuar. Hijabi është, si më thon, etik e veshjes femrës e orientuar nga Zoti i gjithësisë. Kështu që çdo gjë që ka të bëjë me fenë dhe me besimin duhet të ketë vullnetin e lirë dhe duhet të ketë bindjen e plotë. Kështu që nuk mund të paramendohet që një femër të dhunohet për të mbuluar. Mund të ketë, le të themi tani, të jemi të drejtë, mund të ketë raste dhe situata. Mirë, po këto raste dhe situatat nuk mund të jenë, si më thënë, natyra ose rregulla e përgjithshme, pasi Zoti thotë nuk ka imponim. Pra nuk mund të imponohet. Kështu që kjo pjesa e pagesës nuk ekziston dhe nuk ka, sepse buxheti i jashtëzakonshëm për ashtu do të ishte shumë pasur faktikisht, por domethënë nuk ekziston një gjë e tillë. Për këtë arsye domethënë ka shumë abuzime rreth saj, kanë qenë, po faktikisht kohët e punit kanë rënë, sepse është kuptuar, sepse për shembull dikush e ka i gotë xhajet mbuluar, po nuk është ajo gotë e xhajës ka pare të madhe për shembull dhe po ecën shumë, është njësoj si gjithë kushërirat e tjera, thjesht është e mbuluar. Pra njerëzit kanë filluar të kuptojnë që janë teza absurde pjesa e imponimit, përkundrazi, ne kemi imponim për të mos u mbuluar. Kjo është shumë e hasur në Shqipëri. Nga vjen ky presion hoxh për të mos për shkak të kaluarës komuniste që ne kemi si popull, pra nuk e mendon dot ai që vajza e tij të jetë mbuluar, sepse në sistemin monist thuhet që mbulesa është prapambetje për femrën, mbulesa është domethënë zakon prapanik dhe femrat i zhveshën me dhunë, edhe tani ky ka qenë ndoshta mbarte si flamuri që femra duhet zhvishet, që i ka mbushur mendjen nënës që duhet heqja të napën e bardhë etj, i mbulohet e bija.
Ktu pastaj mirë po problemi është se personin e hanë fëmia, e hanë vajza. Dhe sa raste kemi ne për shembull tillë që na vinë si hoxhallar. Pra ka raste të femra të cilët duan të vendosin xhabin, të mbulohen, vajzat duan të mbulohen, mirë po familja, prindërit nuk i lejojnë. Kemi dhe rast tjetër ekstrem që janë burrat e tyre që nuk i lejojnë. Pra një femër ka filluar të falet, lutet, ka filluar të dashurojë fen, duke mësuar për fen edhe më shumë ngadalë vjen një moment që dëshiron ta vendosë xhabin, i bëhet burri pengesë për shembull për ta ndaluar, ose bëhet vllai pengesë për ta ndaluar, ose bëhet ndonjëherë fëmijët bëhen pengesë dhe ndalojnë nënën e tyre. Domethënë kemi raste të tilla, po më shumë t'i hasim prindrit me vajzën dhe burri me bashkëshortën. Si është po themi tek Zoti kjo pjesë është, pra rasti i parë ju pak a shumë e shpjeguat, ajo që vendos shamin me imponim apo për shkak të përfitimi, ju thatë se nuk ka vlerë fetare, apo jo? Nuk ka shpërblim. Ka një rregull që thot, në lënien e haramit nuk është kusht njeti. Pra femra e zbuluar është haram. Në lënien e haramit, në rastin e mbulesës, nuk është kusht njeti. Pra dikush mund ta lejë haramin edhe pa njet. Për shembull, dikush e lën rakin, jo me niyetin për kënaqë Zotin, po e la rakin se i bën dëm për mëlçin. Ky quhet që e ka lënë haramin. Ky ka lënë, po ky nuk merr shpërblim kuptimin sa herë që në lënien e haramit nuk ka nevojë për niyet. Pra nuk është puna që ky kur i vjen ora 8 e mëngjesit që e pinte gjithmonë, nuk e pin, nuk e tas do të marrë shpërblim. S'ka lidhje, thjesht ka lënë një haram. Pra nuk është duke bërë një gjuna që e ka bërë. Nuk është duke bërë një gjuna që e ka lënë. Po ndërkohë si është gjykimi apo situata për ato persona që duan shumë, më thënë e ndjejnë, kanë dëshirë, por kanë pengesa. Po kanë pengesa. Normalisht që nuk e kanë vendosur, nuk e kanë plotësuar të pjesë. Po varet edhe nga situata dhe rrethana, varet edhe nga kushtet. Nuk mund të jetë për shembull dhe themi një mërzitje e babait si një rast kur babai thot, hijabin o shpinë. Nuk mund të jetë e njëjta. Nuk mund të jetë një pikëllim i burrit pse nusja po i mbulohet si me rastin divorci ose mbulesa. Pra nuk ka të njëjtin gjykim çdo lloj situate. Ka raste që femra mund të jetë arsyetuar. Pra situatat janë shumë komplekse dhe shumë diverse. Të rrethanave, po ka raste që nuk ka arsyetim dhe duhet të jetë ajo e cila vendosë dhe duhet të marrë vendimin. Pra, po thoni Hoxh se hijabi ka nevojë dhe për pak guxim dhe për mbështetje tek Zoti dhe për pak po themi autoritet brenda po themi normave familjare dhe shoqërore. Po, sepse ndryshe ndoshta nuk arrihet. Femra muslimane kuptoj që hijabi është diçka që Zoti e ka kërkuar, nënat e besimtarëve e kanë bërë, bijat e profetit kanë bërë, sahabiatët e kanë bërë, dhe është një tregues ose një normë që tregon një përkushtim edhe më të madh për Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye dhe femra muslimane duhet të shkojë drejt hijabit, sepse Zoti që e obligoi ka shumë urtësinë të që obligoi, po sikur mos kishte asnjë urtësi, kjo është një provë për femrën. Zoti thotë duhet mbulohesh dhe shoqëria i thotë jo, jeta i thotë jo, modernizmi i thotë jo, atëherë tu jemi përballë Zotit dhe 20 faktorëve të tjerë. Një femër e mirë ose një femër le të themi e cila do Zotin fort, i jep përparësi Zotit dhe profetit ndaj çdo lloj gjëje tjetër. Ndërkohë pasi vendos shamin dhe hijabin, jeta e kësaj femre ndryshon, përditshmëria e saj, aktiviteti i saj, po themi kontributi i saj në shoqëri, ka po themi një lloj tërheqje tashmë është. Jo, përkundër, unë them që duhet të jetë edhe më i madh. Pse? Nëse deri dje ishte si një femër e zakonshme të gjithë tjerat dhe ajo bënte diçka, tani që ka hijabin është edhe një lloj ftuesje në Islam. Pra hijabi i saj simbolizon Islamin, kështu që kujdesi i saj duhet të jetë më i tepërt, kontributi i saj duhet të jetë më i madh, rregullimi i raporteve me gjakun, me farefisin, në familje duhet të jetë shumë edhe më i madh, sepse tashmë ajo nuk është thjesht një femër e zakonshme që falet, edhe lutet apo agjeron, por është një femër me shami, me hijab, edhe pritshmërit janë. Nëse ajo, si më thon, pson regres, për hijabit, nëse ajo jep progres edhe më shumë, bravo për hijabit, u bë besimtare, pra shoqëria po ndjen edhe më shumë. Pra ambasadore e fesë islame. Ndërkohë, Hoxh, në përfundim, cilat janë stimujt ose motivet që e bën një femër besimtare që të mbaj këtë etikë veshje, e cila në farë mënyrë është kundër rrjedhës së shoqërisë, kundër asaj se çka postmodernizmi pra propagandon për ditë dhe e paraqet si lloj lirie dhe një lloj mundësie për të qenë e lumtur. Ndërkohë pra ne kemi
një shtim të femrave të cilat mbajnë shami. Nga se stimulohen këto? Unë mendoj që rritja në besim, besimi i madh në Zot, shpresimi i shpërblimit, pse jo edhe frika për dënimit të Zotit, duhet ta bëj femrën muslimane që të mbulohet përpara se të vi ai momenti i mbulesës fundit, që ajo mbulohet për të kaluar nga kjo botë në botën tjetër. Pra, mos presi femra muslimane mbulesën e qefinit për të mbuluar, për të kaluar nga kjo botë në botën tjetër, sa aty me qefin nuk shpërblehet, se po ja bëjnë të tjerët. Pra, hapin ajo duhet ta hedhë vetë në këtë botë e mos presi që ta mbulojnë momentin e fundit të jetës. Femra muslimane duhet të kuptojë se Zoti dhe Islami është mbi gjithçka. Dhe çdo gjë tjetër që është nën Zotin, do të thotë se kur të obligon diçka ose të orienton tek diçka, i mat gjërat me interes, ndërsa Zoti është jashtë interesit. Zoti ka një interes, interesin e njeriut, dobinë e njeriut. Pra, çdo gjë që Zoti ka obliguar, faktikisht ka një interes, është në të mirë të njeriut. Çdo gjë që Zoti ka ndaluar është në të mirë të njeriut. Ne gjithë e dimë teori këtë, po hijabi është një tregues. Sa ne me të vërtetë besojmë një gjë të tillë, se Zoti kur na ka obliguar se do të mirën tonë, dhe kur na ka ndaluar për diçka na ka ndaluar se është të mirën tonë. Ktu ne tregojmë në rastin e femrës muslimane tregon me hijabin e saj. Hoxh, unë ju falenderoj për këto shpjegime të këtij takimi sot. Faleminderit dhe ju. Nërmi që folëm sot për hijabin, që këto minuta kushtuar hijabit, kuptimit saj, origjinës së saj dhe mënyrës se si trajtohet sot në shoqëri, në sferën publike, por se edhe në sferat, po themi, private të jetës muslimane. Unë falenderoj që na ndoqët, mirë takofshin misionarshëm.